Pini lëngun e qepës në këtë mënyrë dhe do befasoheni. Lëngu i qepës është një nga pijet jo shumë të dashura dhe të padëgjuara, por pasi të dëgjonit këtë video do të filloni ta përdorni më shpesh atë. Ekspertët këshillojnë në lëngun e qepës nëse vuani nga një sër probleme siç janë problemet e rrugëve të frymëmarrjes, ftohja, kolla e të tjera. Lëngu i qepës është i mirë edhe kundër ftohjes, dhimbjeve të barkut, për dëndësinë koccore, cilësinë e gjumit, gjithashtu edhe për shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma ose shija e saj nuk janë të forta dhe të pëlqyera, këshillohen të kombinohen me kanellën, mollën për më shumë vlera. Ato janë të mira për shëndetin e zemrës. Konsumi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm edhe në luhatjet e sheqerit. Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë në vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme. Lëngu i qepës është një produkt shumë i mirë në lehtësimin e kollës dhe forcimin më të mirë të flokut dhe të lëkurës. Përdoreni atë gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet.